Të gjithë filluan të qeshnin sapo ja doli nga makina. Ishte një makinë e vjetër ngjyrë blu që bënte zhurma të forta sa herë ndalej. Boje zbehur, një derë gërvishtur. Ajo përshëndeti miqt pranë portës së shkollës, por në vend që t'i kthenin përshëndetjen, ato qeshin. "Hey, shikoni makinën e saj", bërti dikush. "A e more atë gjën nga një varrez makinash?" tha një tjetër. Buzëqeshja e saj u zhduk. I ati që ishte në makinë i dëgjoi të gjitha. Edhe shoqja e saj më ngushtë një ditë ju bashkua të tjerëve. "Nuk e dija që ishe kaq e varfër", tha ajo duke rrotulluar syt. Atë mbrëmje vajza çau në dhomën e saj. Të nesërmen, kur i ati erdhi ta merrte, nxënësit filluan të qeshnin përsëri. Disa madje nxorën telefonat për të bërë foto. Ajo nuk duroi më. Lotët i mbushën syt. "Baba", bërtiti ajo, "pse duhet vim çdo ditë me këtë makinë budallaqe?" Të gjithë qeshin me mua për shkak të saj. I ati e pa për disa sekonda në heshtje, pastaj buzëqeshi lehtë dhe tha: "Mos u mërzit, bija ime. Po e bëj gjithë këtë për ty." Ajo ngrysi vedullat. "Çfarë po bën për mua?" Ai nuk shpjegoi asgjë, vetëm buzëqeshi përsëri dhe ndezi makinën. Të nesër në mëngjes, vajza qëndronte jashtë duke pritur. Ajo priste të shihte të njëjtën makinë të vjetër, por kur ngriti syt, i ati zbriti duke buzëqeshur. "Eja", i tha. "Prit, kjo është e jona?" pyeti ajo e trënditur. Ai pohi me kokë. Ajo hipi në makinë ende e habitur, motori gjëmonte i butë dhe i fuqishëm. "Tani askush nuk do të qesh", mendoi ajo. "Tani do të më respektojnë." Kur arritën në shkollë, të gjithë ndaluan dhe e panë. Sytë e shokëve u zgjeruan, të njëjtit njerëz që qeshnin dje, tani përshpëritin të habitur. "Wow, kjo ka Ferrari. Baba i saj është i pasur." Shoqja e saj më ngushtë vrapoi drejt saj me një buzëqeshje të madhe. "Ua, pse nuk më ke thënë që baba yt është i pasur? Hajde dalim këtë fundjavë, mund të marrësh Ferrarin." Vajza e pa dhe ndjeu diçka që ndryshoi brenda saj. I ati doli nga makina dhe i tha me butësi: "E sheh, bija ime? Këtë doja që të mësoje kur të solla me makinën e vjetër. Të gjithë të tallen, por tani që pan para atë, të gjithë duan të jenë miq të tu." Ajo pa rreth të rrotull në buzëqeshit e rremët e atyre që dikur e përqeshin. Tani e kuptoi. U kthye nga ata dhe tha me qetësi: "M'falni, por nuk kam nevojë për miq të rremë si ju." Buzëqeshjet e tyre u zhdukën, asnjë nuk foli. Ajo eci drejt portës së shkollës me kokën lart, ndërsa i ati e shikonte krenar. Mbrëmja ra, ndërsa po ktheheshin në shtëpi në heshtje, dielli i artë hynte përmes dritares. Ajo foli më në fund: "Baba, tani e kuptoj. Ti doje të më tregoje kush kujdeset vërtet." Ai buzëqeshi: "Po, doje të mësoje se njerëzit që të duan do të qëndrojnë pa marrë parasysh sa e vjetër është makina apo sa para ke. Të tjerët kujdesen vetëm kur mund të marrin diçka prej teje." Ajo pohoi duke buzëqeshur butë: "Faleminderit baba që më mësove çfarë është miqësia e vërtetë. Mos harro kurrë, bija ime. Vlera e vërtetë nuk është në atë që ke, por në ata që qëndrojnë me ty kur nuk ke asgjë. A beson se miqtë e vërtetë qëndrojnë me ty në çdo situatë? Më shkruaj më poshtë. Zotit Bekov."